Përshëndetje të gjithëve, sot kemi makinë që është rivalja kryesore M5-sës. Kena boj M5 F10 edhe sot kena AMG W212R-ja, që është facelifti, e 63 AMG-S. Dhe shohim qa performancë ka dhe bëjmë tip krahasimi me atë M5-ën. S'ka qenë stok, ajo ka qenë shumë modifikume, po dhe shohim edhe këtë. Me di se 19-që dhe i ka të lyme të kuqe, se është versioni S dhe i kanë të kuqe pistonçinat, kalibrin brake caliber. V8 biturbo, kjo është motori 5.5, nuk është versioni aspirato me 156. Marmitat kanë këtë modelin kështu bashkume, kauçe, po që është një pendame. Te facelifti ka ndrru edhe stopat. Kjo është me 157, që është 5.5 biturbo, kur ka dalë fillim W212, ka qenë me 156, që ka qenë aspirato 6.2. Është versioni më sportiv i kësaj. Është me kamera 360 gradë, ka këtu te pasyrat kamerë. Front splitteri është vu kësaj, që është ndryshu. Edhe grilla, se është e vetja. Tjerat pastaj në stok krejta si që ka. Është bona e lyrje në e gjo të AMG-ja këtu është lyrë, e kuqet e disku, të V8 biturbo në vesh. Gjonet e tjera i ka stok, edhe motori stok. Kjo është me Key Let's Go, të këto bencat është e vetë dorën aty edhe myllet, të kjo shenja. Për ta hapë, vetëm e vetë këtu mrena edhe hapet. Ta shohim motorin.